Reagimi i Ermal Mamaqit pas shpalljes së Ilir Shaqirit si finalisti i fundit i Ferma VIP 3 vijon të komentohet në rrjetet sociale. Opinionisti troqi vëmendjen gjatë transmetimit live, kur u ngrit menjëherë nga karrigja dhe festoi me entuziazëm momentin kur Erbana Osmani lexoi emrin e Ilirit duke siguruar vendin e fundit në finale përballë Sara Karajit. Megjithatë, një detaj tjetër nuk ka kaluar pa u vënë re nga ndjekësit më të vëmendshëm të spektaklit. Pas rifillimit të prajmit, Ermal Mamaqi nuk është parë më në karriken e opinionistit. Ai mungoi në pjesën e mbetur të transmetimit duke nxitur menjëherë diskutime dhe aludime në rrjetet sociale. Shumë ndjekës kanë ngritur pikpyetje se largimi i tij lidhet me një vendim të marrë nga produksioni pas incidentit. Deri në këtë moment nuk ka asnjë reagim zyrtar nga produksioni i Ferma VIP apo nga vetë Ermal Mamaqi për të sqaruar arsyeën e mungesës së tij në pjesën e dytë të spektaklit. Për rrjedhoi çdo pretendim se bëhet fjalë për një mas apo vendim të produksionit mbetet në nivel aludimesh të publikut dhe nuk është konfirmuar zyrtarisht. Ndërkohë mbetet për të parë nëse Ermal Mamaqi do të jetë i pranishëm në finalen e madhe të Ferma VIP 3, e cila do të zhvillohet më 15 qershor. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.